U rikthyem në pjesën e dytë të emisionin, gjithmonë me të ftuarit tanë special, ku trajtojmë tema të ndryshme, duke biseduar dhe duke u informuar edhe ne, por edhe ju shikues të nderuar. Sot do flasim për një temë me një psikologe që ka të bëjë zgjedhja e shkollimit tek fëmijët, si ndikohet, si vendosin ato, sa ka ndikim edhe shoqëria se ku vazhdon shkollimin, por edhe prindit në të themi se ku duan të vazhdojnë më tej shkollimin, qoftë në shkollën e mesme, qoftë në arsimin të lartë në universitete, kështu me radhë. Këtu me mua sot në studio kemi psikologën Zana Miftari Reka. Përshëndetje zonja Zana, mirë se erdhët në emisionin e Ritmi i ditës. Përshëndetje Rian, faleminderit edhe juve për ftesën. Atëherë mund të na thoni se si ndikon mosha dhe pjekuria emocionale te fëmijët në zgjedhjen e drejtimit për shkollim, të themi qoftë të mesëm, qoftë në universitete. Nëse flasim për shkollat e mesme, Rian, aty kemi të bëjmë me një moshë e cila është pak, si them, delikate, 14-15 vjeçare. Edhe nëse flasim për pjekurinë emocionale të asaj moshe, aty kemi të bëjmë me fëmijë, do t'ju referojmë si fëmijë, të cilët ende nuk e kanë të zhvilluar pjekurinë emocionale në atë nivel për të sjellë vendime konkrete për të cilët më vonë do të marrin përgjegjësi. Ashtu që për këto grup mosha është shumë e rëndësishme që ta kenë pranë dikë të rritur, në këtë rast janë prindërit, po edhe mësimdhënësit veçanërisht në shkollat në shkollat, domethënë klasat e nënta, në shkollat fillore, ku me një anë do të jenë udhërrëfyes të tyre, po asesi domethënë të sjellin vendime për to. Pikërisht, cilat janë arsyet kryesore që fëmijët zgjedhin një drejtim të caktuar, dëshira personale, ndikimi i prindëve apo të themi edhe i shoqërisë? Këto janë 3 faktorë të cilët ne nuk mund t'i ndajmë. Domethënë, ndikimi i prindërve, shoqëria, vetë dëshira e fëmijës. Çka ndodhen këtu? Këto janë ato 3 faktorët në të cilën personi, individi zhvillohet. Janë familja, ajo pjesa e trashëgimisë, janë rrethi sociali dhe nga ana tjetër është vetë aktiviteti edhe dëshira e fëmijës. Edhe këto 3 faktorë së bashku, bashkëpunimi i këtyre 3 faktorëve na ndjekin tani jetën në çdo vendim që e marrim. Ashtu që edhe gjatë përzgjedhjes së themi orientimit profesional, gjatë përzgjedhjes së karrierës tonë, në çdo herë e ndjekim atë që ne kemi marrë si model në familjet tona, atë që kërkohet në shoqëri, edhe nga pak mundohemi t'i referohemi asaj se çka dëshirojmë ne për vete. E tash, nëse e marrim familjen, familja ndikon në një mënyrë të themi prindërit me stilet e tyre të prindërimit, që ka të ndryshme, për shembull, zakonisht më i dobishmi është ai stili autoritativ i prindërimit, ku fëmijës i lejohet që të eksploron edhe të shef se cilat janë ato dëshirat e tyre, edhe në ndërkohë të përputhet edhe me rrethin social. Me rrethin social. Sa të vëdijshëm janë të themi nxënësit për prirje dhe aftësitë e tyre në këtë moshë, të themi në këtë moshë, se këtë edhe ju 14-15 po, ajo është ajo adoleshenca, se sa mund të vendosin se të dinë edhe ata se çfarë duan. Ajo shumë lidhet me atë pyetjen e parë që më parashtrove, domethënë për sjelljen e vendimeve. Vedia edhe këtu është domethënë në një nivel, si them, pak më delikat. Çdo herë duhet të jetë ajo përkrahje edhe mbështetja të rriturit në këtë moshë, sepse këto fëmijë kanë nevojë për një lloj këshille, kanë nevojë të ndigjojnë çka është ajo që kërkohet, çka është ajo që do ishte e dobishme për to. Po gjithashtu edhe ta ndjekin atë që, okay, unë dua këtë. Në pikërisht, a ka fëmijë, mund të themi, raste kur fëmijët ndjen të detyruar të zgjedhin një drejtim që nuk ju përshtatet, të themi. Dhe si ndikon kjo në shëndetin e tyre, të themi, mendor? Si jo, domethënë ka raste, unë pikërisht do të cekë diçka e cila është nga përvoja ime personale, sepse unë jam vetë prinde e një 15 vjeçari, i cili vitin e kaluar ishte në këtë fazë të regjistrimit në shkollë të mesme. Edhe më kujtohet derisa ishim në ditën e maturës së fëmijëve, në semi-maturës, ato përgatitjet që bëhen, edhe ndigjoj në background të fëmijët derisa flasin edhe thuhen ku do të shkoni, a do të shkojmë bashkë këtu, a do të shkojmë bashkë aty. Edhe tash një fëmijë tjetër i cili thotë, ama ju mu babin ka thënë dikundi tjetër, pa tjetër e kam atje. Edhe ashtu një zam pak si melankolik, pak si dhimbshëm, sepse kjo fazë është shumë, pse i them delikate, do ta ceki delikate disa herë këtë fjalë, sepse fëmia kalon me një periudhë ku është shumë e vështirë. Separacioni prej shokëve me të cilët është rrit 9 vite, edhe me automatizëm duhet të mendon për diçka që është shumë serioze, ku do regjistrojmë shkollë mesme. Po, të bëhet fjalë për të ardhmen aty. Pikërisht, edhe kjo kret, si them, kjo urë ndodhen që duhet ta kaloni për disa javë. Do të mbaron shkolla dikundi nga 15 i majit
shtu zakonisht ndodhen për klasat e nënta, edhe me njëherë duhet mendojnë se deri ka qeshori duhet t'jenë regjistrime, duhet regjistruar, ato ende nuk e kanë kalu, nuk e kanë përjetu si duhet atë dhimbjen e ndarjes nga shokët. Edhe krejt kjo jep një lloj ankthjere, jep një lloj si them presioni. Po mos themi pas depresioni, ato fazat depresive ku fëmia ndjet, ku e ndjen dhimbjen, ku nuk ka kohë ti përjeton ato emocionet e veta, edhe zakonisht atë tërhiqen pak në vete në këtë moshë. Edhe nuk dinë se ndonjëherë ne si prindër mendojmë më të mirën për fëmijët tonë. Jo gjithë prindërit mendojnë, po ndonjëherë them që duhet ulemi të bisedojmë. Sa janë edhe prindërit komunikativ, të pyesin fëmijët se çfarë duan, ku duan të shkojnë, jo në atë pjesën, unë them këtu të shkoj se është më mirë për ty. Është vërtet ajo që komunikimi me fëmijët në këto grup mosha është shumë i rëndësishëm, është ai faktori kyç për të ndihmuar fëmijës që të ecën përpara. Se ne tash mos themi, shkolla e mesme nuk është hapi përfundimtar, është drejt ai hapi i parë, po është ai hapi i parë ku fëmia thjesht duhet të ketë sigurim, domethënë të ndjen siguri se ka dikë që e mban mbrapa nëse për çdo rast i lëkundet karritja, po nga ana tjetër edhe të ketë besim të hapëron drejt asaj rruge. Pikërisht, zakonisht si prindërit u thonë fëmijëve regjistro këto në këto drejtime deficitare që e ke më lehtë për punësim. Po, sepse ajo rrjedh nga vetë nevoja e prindërit. Domethënë ne prindët ndonjëherë, si them, i kemi përvojat tona. Po. Që i kemi pas në të kaluar. Edhe me ato përvojat tona ne bëhemi prind. Edhe ato sendet të cilat ne jemi, si them, jemi djeg në fëmirin tonë, nuk duhem nga dashuria e madhe, nga ajo përgdhelja e madhe që i kemi ndaj fëmijës, nuk dëshirojmë asnjë që fëmia jon t'i kalon të njëjtat sende. Prandaj edhe e ofrojmë atë, ndoshta të them, ajo mbështetje e tepërt, ku nëse mundet fëmiu të futet edhe në kristal kështu, në xham, edhe të vendosim ne çdo gjë për ato, por ajo nuk është jeta, se gjaja e parë që jeta e bën në moment kur fëmia fillon në rrethin social, gjaja e parë që e bën e then atë xhamin. Edhe atëherë është fëmia i ekspozuar në çdo sendi që vjen nga rrethi social. Pikërisht, si mund të ndihmojnë të themi prindërit të fëmijët pa ju bërë presion në vendimarrjet e tyre në këtë periudhë të themi kaq të rëndësishme, ku bëhet fjalë për regjistrimet? E cekja edhe vetë më herët, është shumë e rëndësishme fëmija të ndigjohet, me fëmijën të, si them, të bisedohet, të komunikohet, edhe me një mënyrë, do me thënë, t'i themi fëmijës se është okej të gabojsh. Do të regjistrohesh, do t'a shofish, shifit, ajo që është më e mira, që mund pëlqen më tepër që shkollat e mesme organizojnë ato ditët e hapura. Dhe njoftohen. Po, njoftohen se çfarë programe ofrojnë shkollat të ndryshme. Edhe duhet fëmia, do me thënë, t'inkurajohet. Hajde shko, shife këtë, analizo, eksploro, do me thënë që fëmia thash të ndjehet i sigurt se edhe nëse gaboj, nuk është fundi botës. Pikërisht, edhe të njoftohen me drejtimet, edhe ato që ju ofrojnë prindërit që ju thonë shkoni atje, po, edhe këtë, të dy anët, pikërisht. Cilët janë sinjale që tregojnë se një fëmijë po zgjedh një drejtim të themi të gabuar, edhe pse ju e cekët se mund të gabojmë? Eshe edhe gabimi, mësojmë edhe prej gabimeve. Po, mund them se një shkollë e mesme nuk mund të themi gabim. Po, asesi, por në kokën e fëmijët gabimi duket shumë më i madh se sa në syrin e të rriturit. Domethënë, atë që a ekziston, domethënë, shkolla e mesme e gabuar, a ekziston ai vendimi i gabuar, çfarë sjell tek fëmia, krejt mbarret prej asaj se si e pranon prindi atë ndjenjen e fëmijës. Nëse fëmia nuk ndjehet mirë në shkollë, domethënë nuk i pëlqen atë që e ka zgjedh, themi, ose atë që e ka zgjedh qoftë nga qefi i vet ose nga qefi për t'i plotësuar pritshmëritë e dikujt tjetër. Me rëndësi është nëse edhe atje nuk mund të ndjehet mirë, edhe vin edhe në shtëpi, edhe prap nuk ndjehet mirë sepse nuk ka ku të shprehet, atëherë ndodhin problemet me shëndetin mendor. Për ndryshe, nëse fëmia, edhe pse me një kontekst nuk të ketë problem, nëse në kontekstin tjetër gjen përkrahje edhe mbështetje, problemi është i zgjedhshëm. Ekziston zgjedhje edhe do të arrihet deri me një pikë ku të gjithë do të jenë të kënaqur. Mund të na thoni se a rekomandoni teste të karrierës apo të themi këshillime profesionale për fëmijët të themi në këtë fazë? Pse jo? Pse jo? Është tash ekziston një,
të themi një mini projekt i Ministrisë Arsimit në komunikim me kolegët të cilët e ushtrojnë domethënë detyrën e psikologut në shkolla të mesme dhe fillore, ku ushtrohen psikologët për të bërë këshillues në karrierë. Edhe kjo është mendoj se një hap shumë i bukur ku fëmia do të ketë mundësinë të këshillohet me dikë, jo për t'u dhënë një vendim i prerë se je për këtë profesion ose për atë profesion, po thjesht për t'u dhënë mundësia fëmijës që t'i shef të gjitha mundësitë, domethënë që ekzistojnë para atij. E para e dyta, edhe në një mënyrë konsultimi me një person profesional, me një profesionist, i ndihmon fëmijës thjesht ta njofton veten. Edhe kjo është shumë e dobishme për sjelljen e vendimeve. Pikërisht. Mund të themi ju e cekët në fillim që janë mirë këto ditët e hapura që organizohen nga shkollat e mesme, por sa ndihmon edhe sistemi arsimor në orientimin profesional të themi të nxënësve para përzgjedhjes së shkollës së mesme? Në shumë vende, me shumë emisione ku kam marrë pjesë kur kemi fol për sistemin arsimor, unë them diçka. Çdo muaj diçka ndodhen në teknologji. iPhone-i, për shembull, ka mbri deri ka iPhone 16 për një periudhë, shumë shkurt. Se di, mendoj se është 16 iPhone-it, nuk jam e sigurt. Ndërsa sistemi arsimor, themi, si jam shkollu unë, sot e kësaj dite shkollohet edhe djali im. Edhe fëmijët e mi njëjtin proces janë të e kalu. Edhe kjo është ajo që mua nuk më pëlqen, më vjen sikur fëmijët kanë shumë informacion nga teknologjia që e marrin, sepse tash në këtë kohë unë them se informata është produkti më i lirë në treg, edhe fëmijët marrin shumë informacione, a shumë pak kanë njohuri praktike nga ato informata që i kanë. Ashtu që sistemi arsimor, veçanërisht këto klasa 7, 8, 9, domethënë ku fëmijët njoftohen me lanë të ndryshme, lanë të cilët nesër mund të jenë profesioni i tyre, duhet fëmijës më shumë të jepet mundësi që të eksploron me ato lanë, domethënë ta shes se për çka mund t'i ndihmon e lanë, të kryejnë punë praktike në atë lanë. Domethënë më shumë praktik edhe ose të bëhet një balans ndërmjet teorisë dhe praktikës, që jo vetëm të mësuarit e definicioneve, të mësuarit përmendesh edhe kështu me radhë. Ashtu që duhet bëhet një mënyrë ndryshime brenda në sistemin arsimor që i përputhet zhvillimit edhe dinamikës kohës tash që jetojmë. Që jemi. Tani nga shkolla e mesme për të vazhduar shkollimin e lartë. Sa herë tash më nuk janë fëmijë të themi, janë pak më të rritur, tu kemi të bëjmë me një moshë madhore të themi, dhe si ndikon edhe ajo në shkollimin e mëtej të lartë, në regjistrimet për universitete. Zakonisht ka ndodhur që nëse ta marrim për shembull një fëmijë ka qenë në shkollën e mesme në mjeksi, por në universitetin e ndronë. Po, në arkitekturë, themi shumë. Po, e ndronë në drejtimin, dy drejtimet të kundërta. Si ndikon edhe kjo në këtë pjesë, në këtë themi tek një nga shkolla e mesme, tani me një moshë madhore, vazhdon drejton drejtimin? Po shifre janë, këtu ma nuk, si tha e vetë, nuk kemi të bëjmë me fëmijë. Këtu kemi të bëjmë me të rinj, themi kështu, të cilët janë më të aftë për të sjellë vendime. Edhe për mua është shumë e pranueshme ajo që një fëmijë, një adoleshent i cili themi siç e morë për shembull, e ka kryer shkollën e mesme të mjekësisë dhe vazhdon pastaj arkitekturën ose diçka komplet e kundërt prej asaj ose e kundërta. Domethënë, nëse mund ta sjellë atë vendim, edhe e shef veten kompetent për t'i ndejt ball atij vendimi, pse jo? Edhe kjo është diçka që për mua është kjo përparësi, jo diçka, domethënë ato e kanë pa veten se nuk janë për atë profesion, edhe tash vendosin për diçka tjetër. Po, edhe kanë të drejtë. Mendojnë të themi për ardhmërinë e tyre, sa janë më të vendosur, themi, në këtë pikërisht kur bëjnë edhe ndryshime të themi të fushave të cilët kanë mësuar në shkollën e mesme dhe tani në universitet. Derisa vendimet i sjellin vetë, çdo gjë është në rregull. A mund të themi që ndonjëherë edhe ndikimi i prindërve i ka anuar, ndërsa kur janë rritur kanë kuptuar se nuk janë për këtë? Patjetër, domethënë, prandaj them, derisa vendimin e sjellin vetë që ta ndrojnë komplet kahjen e rrugës në të cilën janë nisur, është çdo gjë në rregull. Mund të thoni se çfarë roli ka pasioni krahas mundësive konkrete të punës në të ardhmen kur fëmijët bëjnë zgjedhjen e tyre? Është një faktor i rëndësishëm, që e them edhe më herët, që ai vetë aktivizimi i fëmijës, dëshira e tij, edhe vetë pasioni, domethënë për të studiuar diçka, për të zgjedhur një profesion,
është shumë i rëndësishëm, po që patjetër është, domethënë, ta kupton edhe fëmia që duhet disi të përshtatet edhe vetë asaj që çfarë kërkon shoqëria, çfarë është në treg. Domethënë duhet ta dim se ka do profesione, për shembull, që në Maqedoni nuk mund të zhvillohen si duhet, ëh. Edhe ashtu që fëmijës duhet t'i mundsohet ta ndjekën nevojën e vete, ta ndjekën dëshirën e vete, po edhe t'i mundsohet ta shef se si mundet atë dëshirën e vete t'ja përshtatën kompletative faktorëve tjetër të cilët nesër do t'i ndihmojnë që të zhvillohet në karrierën e tij. Në karrierën e tij. Dhe në fund një mesazh për gjithë ata fëmijët, por edhe për të rriturit, por edhe për prindërit të cilët sadopak edhe shoqëria kanë ndikim në vendimarrje të tilla siç është shkollimi, që bëhet fjalë domethënë për një jetë që mendojmë për të ardhmen. Një mesazh, do ta kisha thënë kështu Rejan, është mirë ma pak t'u jepet rëndësi notave. Që është një problematikë që gjithmonë i shohim vetëm 5 i kemi. Po, nota mesatare që duhet jetë 5.00. Ma pak t'u jepet rëndësi notave, sepse notat nuk janë, ne gjithë e dim se nuk është një matës real i diturisë së fëmijës, por më tepër është matës i të mbajturit mend, sa ka kapacitet fëmia në moment të mban mend. Edhe është shumë një matës më tepër subjektiv se sa objektiv. Të vendohet, domethënë, të vendohet në pah ajo që fëmia të jetë i kënaqur me atë që e zgjedhën para ajo. Edhe ta kupton e fëmia se, për shembull, nëse flasim për këto, kur them fëmia, jam përkufizuar e mosha 14-15, ndoshta edhe nga ajo e jemi personale, se jam prindi aty fëmijë. Domethënë, duhet këtyre fëmijëve t'ju jepet mundësia t'ju tregohet se, okay, ke nis një rrugë, nuk do të thotë se nuk mund ta ndrojsh atë rrugë, edhe t'ju thuhet se ne jemi këtu udhërrëfyes për ju, po asesi domethënë prindi mos sillet si dikush i cili e imponon diçka. E imponon, mos bëmi e ke vendosur vetë tani çka duhesh bërë ti. Asesi, domethënë, e ke vendosur vetë, por ta dish se çdo herë unë jam këtu për ty. Për ty, dhe kjo ishte një mesazh shumë domethënës për gjithë ata prindër, por edhe fëmijët. Se ne besoj që ne gjithë si prind mendojmë më të mirën për fëmijët tonë dhe asnjëherë nuk mendojmë diçka të keqe për ta, po si çdo prind dëshiron që fëmijën ta shel lart e më lart. Rejan, është e rëndësishme që para fëmijëve të themi se gabova, më fal. Ta pranojmë para fëmijës që ne gabojmë, edhe që fëmia, atëherë dashuria do të rritet edhe më tepër. Se atëherë fëmia do të kupton se okay, prindi im nuk është perfekt, gabon edhe ai si unë. Pikërisht, dhe kjo ishte një mesazh shumë i mirë. Ju faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit të Ritmi i ditës. Shpresoj se do ju kemi edhe një herë tjetër për gjitha këto fjalë të bukura dhe të mira që dhat për fëmijët, për një moshë pak më madhore, por edhe për prindërit. Ju faleminderit. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi për mua. Shikues të nderuar, kjo ishte musafiri i parë që biseduam për një temë kaq të ndjeshëm, kur bëhet fjalë për fëmijët tanë, për vendosmërinë e tyre. Kthehemi pas pak me musafirin ton të radhës.